إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për begatit dhe mirësit të një pas njëshme që Allahu Azza wa Jall i prezenton pranë robëve të Tij. Dhe ne jena në mesin e ditëve më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Siç ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ditët më të mira të dunjas tek Allahu Azza wa Jall janë ditët e para të Dhulhijhes. Dhe treguam në hitbën e kaluar arsijet pse këta 10 ditë janë të famshme tek Allahu Azza wa Jall. Për famshmërinë dhe madhërinë e këtyre ditëve pejgamberi Allahut na tregon me një hadith që transmeton Ibn Abbas, i cili thotë: s'ka vepër që krijet gjatë këtyre ditëve më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa veprat që krijen gjatë këtyre 10 ditëve. Të pranishmit kur e ndëgjojnë pejgamberin Allahut se sa shumë fishohet shpërblimi në dhe krirjen e veprave gjatë këtyre ditëve, pyetën pejgamberin Allahut se veprat të cilat krijen në vendin e njeriu ku qëndron, a mund të krahasohen me një lloj ibadeti më madhështor, më të vështirë, më sakrifikues në Islam? Ndëgjoni çfarë tha pejgamberi Allahut. Tani ja Rasulullah, veprat që krijen në vendlindje gjatë këtyre 10 ditëve barazohen dhe me xhihadin në rrugën e Allahut Azza wa Jall. A mund që të i kalojnë dhe xhihadit sakrificës më të madhe në rrugën e Allahut, tha pejgamberi Allahut. Veprat që krijen gjatë këtyre 10 ditëve ja të i kalojnë dhe xhihadit. Përpos një njeriu që i cili të i kalon këta, a i cili del prej vendlindjes së tij, a i cili largohen nga familjarët e tij me pasurinë e tij dhe veten e tij, dhe bjen shahid dhe nuk kthehet më as me trup e as me mall, vetëm kia që ja të i kalon dhe ja kalon ibadetit të këtyre 10 ditëve. Pra do lejo të ndëshëm të parton ishin të kujdesshëm që të krinë vepra madhore gjatë këtyre 10 ditëve. E ne sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të njoftohemi me një lloj vepër që Allahu Azza wa Jall më së tepër e don. Dhe sa Allahu Azza wa Jall mirësi me këtë vepër, Allahu Azza wa Jall na ka nderu, na ka stolis dhe na ka paralajmëru. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e transmeton Abu Darda radiallahu anhu, që thot pejgamberi Allahut, atë njoftoi për një vepër që është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall, më fisnike tek sondosi juaj, vepër që ja lartëson më tepër pozitët e juaja tek Allahu Azza wa Jall dhe në xhennetin e Tij. Më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa të shpenzoni dukat dhe argjend në rrugën e Allahut,
por dhe më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se të ballafaqoni me armikun që ju ta sulmoni atë dhe ai që sulmoi ju. Pra një vepër që është më me vlerë gjithashtu se sa të ballafaqohesh me armikun tën ball për ball. Te Rasulullah na njofton ta përmendja Allahut Azza wa Jall. Pa thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ma përmendni ju mua, unë do t'ju përmendni ju. Dietarët e komentatorët e Kur'anit e Kerimit kanë thonë, është normale që Allahu Azza wa Jall na urdhëroi neve që ta përmendni atë. Dhe është shumë normale që njeriu i varfër të ketë nevojë për pasaniku. Njeriu i dobët që t'janë kohët të fuqishmit. Mirë po më e çuditshme vëllezër të ndershëm në këtë ajet a, pjesa e fundit ajetit që thot Allahu Azza wa Jall adhkurukum, ju më përmendni mua, unë ju përmendi ju. Edhe pse Allahu s'ka nevojë që ta përmendë neve, mirë po Allahu Azza wa Jall ka zgjedhur që ai që e përmend Allahun Azza wa Jall, ai që mëson dinin Allah, ai që ndëgjon për fen Allahut, Allahu Azza wa Jall e përmend atë me emër dhe mbi emër. Pat vëllezër të ndershëm, atë që Allahu Azza wa Jall, siç ka ardhur në ajetet Kur'anit Kerimit dhe komentin e ajetit që thotë Allahu ala dhikrullahi akbar, përmendja Allahut është më madhore, më madhështore. Thonte Ibn Abbasi më e madhërishme atë që Allahu ti e me të përmend, se sa ti me përmend Allahun tanë. Është normale që të kërkosh prej Zotit tanë, mirë po është e çuditshme që Allahu Azza wa Jall të mirët me ti që s'ka nevojë për ti. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu me të përmend, siç transmeton Imam Ahmed ibn Hanbali me një hadith që e ka nxjerrë Enes ibn Malik, që thot pejgamberi Allahut, ai që më përmend në veten e tij dhe unë e përmeni atë në veten time, ai që e përmend Allahun me një tubim, Allahu Azza wa Jall e përmend me një tubim më të ndershëm në mesin e melekëve. Ai që e përmend Allahun Azza wa Jall është prej atyre që përmendet lart në qiell. Emri ati regjistrohet, ndëgjohet në veshin e melekëve prej anës Allahut Azza wa Jall. Para thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit do t'i hasni, do t'i shifni disa njerëz që i kanë fitirat e ndriçuara. Janë të ulën në koltuke, janë të olën në koltuke nga margarita. Pozitat e tyre afër Allahut Azza wa Jall janë ditën e gjykimit, aq afër Allahut, aq pozitat e larta posedojnë, tha pejgamberi Allahut, lakmojnë në pozitat e tyre, apo marrin rënak dhe lakmojnë dhe pejgamberët dhe shahidët për pozitat e larta që i kanë arrit këto njerëz, edhe pse s'kanë qenë as pejgamber e as shahid. Këta ditë të pejgamberit Allahut, kur e ndëgjoj një bedevi, një fshatar, ul gujza para pejgamberit Allahut. Tha ja Rasulullah, ka njerëz ditën e Kiametit janë aq afër Allahut dhe pozitat e larta, ku pejgamberët e Allahut kanë lakmi për pozitat e tyre që kanë arrit këta njerëz, dhe shahidat lidhashtu lakmojnë për pozitat e tyre, dhe këta njerëz s'ken kanë as pejgamber as shahida. Tha po, kush janë? Tha ja Rasulullah, na i përshkruan këto, çfarë cilësi kanë, çfarë karaktere kanë, çfarë tipare kanë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë njerëz që prej ardhje të ndryshme, me fise të ndryshme, me kombe të ndryshme, me raca të ndryshme. Mirë po ajo që i ka bashku këta njerëz, dashuria për Allahun Azza wa Jall dhe grumbullimi dhe takimi tyre për ta përmend Allahun Azza wa Jall.
Pra përmenja Allahut i ka bo ato që ndriçon fitirën atyre, i ka bo ato që të ngriten në pozita më të larta. Vëllezër të ndershëm, pse ne përzgjedhëm që të flasmin këtë tematik, nga se ditët e Dhul-Hijjes janë ditët ku mas shumë ti duhet të përmendet Allahu Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim që ta përmendin Allahun Azza wa Jall në ditët e njohura. Ditët e njohura janë dhe ditët e Dhul-Hijjes, dhe ditët e numëruara janë ditët e Kurban Bajramit. Pra nëse pyet vëllai i dashur cila vepra pas farze më e pëlqishme, më e ndershme, më e mirë që të krijet gjatë këtyre ditëve, s'ka vepër më madhore, më të ndershme, më të mirë, më të dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa përmendja Allahut Azza wa Jall. Para Muadh ibn Jabeli thot, më kujtohet hadithin e fundit që e kam dëgjuar me vesh të mi nga goja gjua pejgamberit Allahut. Cili ishte hadithi që Muadh ibn Jabeli e pyeti pejgamberin Allahut dhe ndëgjoi këtë fjalë dhe vdiq. Pejgamberi Allahut që Muadh ibn Jabeli duke qenë në Yemen pa nuk ndëgjoi më hadith pe pejgamberit Allahut. Tha Muadh ibn Jabeli hadithin e fundit që e kam dëgjuar me vesh të mi nga gjua pejgamberit Allahut është ky hadith. Tha e pyeta pejgamberin Allahut dhe i thash ja Rasulullah, cilat janë veprat më të dashura te Allahu? Cilat janë veprat më të dashura te Allahu? Ndëgjoj çfarë i tha pejgamberi Allahut, tha ja Muadh, vepra më e dashur tek Allahu aqë mos të vdiç vetëm se gjua jote e lagur, gjua jote e njom duke përmen Allahun Azza wa Jall. Parat ibadeti më madhështor tek Allahu Azza wa Jall, përmenja Allahut, parat thonë të Abdullah ibn Abbasi, nuk ka ibadet në fejnë Allahut Azza wa Jall, vetëm se a përcaktuan çfarë forme të krijet, në cilën kohë ta krish, si ta krish ata. A ka mundësi që haxhit krijet jashtë këtyre muajve të haxhit? S'ka mundësi. A ka mundësi që Ramazanin ta agjerojmë jashtë muajit të Ramazanit? S'ka mundësi. A ka mundësi që namazin na të falmi kur të dojmë dhe si të dojmë? S'ka mundësi. A ka mundësi që zekati të jibet si dojmë ne? S'ka mundësi. I vetëmi ibadet që thonë të Ibn Abasi që s'ka për kufizime, s'ka form të veçantë, është përmenja Allahut Azza wa Jall, dhe për çdo ibadet njeriu justifikohet. Ai që s'ka mundësi me agjeru arsjetohet tek Allahu Azza wa Jall. Ai që s'ka mundësi me shku në hax justifikohet arsjetohet tek Allahu Azza wa Jall. Ai që s'ka mundësi me dhon zeqat s'kërkohet nga ai. I vetëmi ibadet që tha Ibn Abasi nuk justifikohet askush, është përmendja Allahut Azza wa Jall. Dhe si që thasht në idbën e kaluar se i vetëmi ibadet që vazhdon dhe pas vdekjes në xhenet është përmendja Allahut. Dhe treguam pse përmendja Allahut vazhdon edhe pse është inspirim dhe nuk është lodhje. Pra vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se ne kur flasmin këtë tematik dhe flasmi se përmenja Allahut, si cili prej nesh mendoj se është kureshtar të din se cilin lloj të ibadetit, cilin lloj të dhikrit ne të kapmi për ta, nga se një plak një njeri i moshuar tek pejgamberi Allahut. Tha ja Rasulullah, veprat e Islamit janë shtuan, pra u shtu namazi, agjerimi, u banën sadakaja, u banën shumë. Thatë me cilën lloj të ibadetit mu ma propozon që të kapem për ta dhe mos të shloj deri të vdes. Cila është lloj ibadetit, si më shef se jam vjetëruan dhe jam moshuan, cili lloj ibadetit që të kapem për ta dhe mos të shloj deri në frimarjet e fundit. Tha pejgamberi Allahut, le të jetë gjua jote e njom duke përmend Allahun. Pa pejgamberi Allahut e përmendte Allahun Azza wa Jall në çdo gjendje, vazhdimisht e përmendte Allahun Azza wa Jall dhe thonte Ibn Taymija se përmendja Allahut Azza wa Jall për zemrën dhe për shpirtin e njeriut, sikur uji për peshkun. Çfarë i ndodh peshkut nëse mungon uji apo nxjerrën nga uji? Që ta kuptojmë ne çka kjo vrasësi, çka është kjo rebelim, çka është kjo jo kënaqësi, çka është zosen posedojmë.
luksuzet e dunjas i shijojmë, vetëm kënaqësi dhe lumturi nuk përjetojmë, nga se vëllezër të ndershëm, ne jemi peshk që kemi dal nga deti. Ne jemi ata që e kemi arru Allahun Azza wa Jall dhe e përmenmi Allahun Azza wa Jall vetëm pak. Për ata siguria nëse donë ti, me ditë se a je munafik apo si je, ndëgjoja këtë citat të Kur'ani Kerimit që thotë Allahu Azza wa Jall, nëse bosh me nakosët që a je prej atinve, ajo thot këshireve të tonë në këtë peshore. Cila peshora? Thotë Allahu Azza wa Jall se hipokritët, munafikët nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall vetëm pak. Ralli shef në gjami, ralli shef në gjumon, bajram e mbajram, vetëm i shef ato, pak e përmenin Allahun, runa Zot, mos të jebi nga ato. Ato që e përmenin Allahun shumë janë ato besimtar, pas fortifikata ma e madhe, ma e sigur që e fortifikon njeri nga munafik loko, a vledhët të ndërshëm a përmenjë Allahut. Pejgamberi Allahut e përmendte Allahun në çdo gjendje, si që transmeton Aisha radiallahu anha, vetëm kur krinte nevojën nuk e përmendte çato çaste, dhe kur dilte pej tualeti, pejgamberi Allahut thonte gufranek, o Zot më falë, se kaluan disa çaste dhe nuk munda me të përmend ty. Para ta Ibn Taymija thonte se ushqimi i shpirtit dhe zemrës a përmenjë Allah. Përmenë Allah në vazhdimisht e shef që ka ndodhë me zemrën tonë dhe shpirtin tonë, detergjenti, pastrimi të zemrë dhe shpirtit ta përmenjë Allah. Përpiqo që ta përmenjë Allahun Azza wa Jall me thellësinë e zemrës tonë, keme pasë ndryshim të madhë. Para ta Ibn Taymija kur e falte namazin e sabahut që ndëronte deri para dreke, përmente Allahun dhe pastaj u kthente nxënësit të tij Ibn Qayyimit dhe i thonte: "Kja është ka fjallti im me bova ki me më privu nga ki ka fjallë, thamë do pësohet dhe trupi jam." Përmenja Allahut Azza wa Jall t'jep fuqin në trup. A nuk ishte Fatima bia Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që unë kote pejgamberi Allahut tha: "Ja Rasulullah, ki Aliu radiallahu anhu po ka punë shumë, po dohet on me kujdes për kalin e ti për ushqien baktit, po dohet on gjithashtu mo kujdesen për shtëpin e ti, po dohet dhe nuk po mbjen shërptore që të mdimon në punët e përditshme." Le të dëgjojnë ato gratë që ankohen prej midisit, ankohen prej dopsis, ankohen për ankesat të ndryshme, këto ankesa nga kanë ardhen dhe cilja recepti që kanë mundësi ato të rikthejnë fuqin e tyre. Tha pejgamberi Allahut atë të regoj për diçka që është ma e dobishme për ti o i Fatime, se sa atë me shtje shërptore të ndimon punët e tua, punët e përditshme tua. Tha më tregoja Rasulullah, tha kur bajsh me flet, thuaj 33 herë Subhanallah, 33 herë Elhamdulillah dhe 34 herë Allahu Akbar. Provoje nëse fle 15 minuta dhe gjys ore kthe ngritësh i kthjell dhe i fuqishëm dhe aktiv, si kurse me pas fletën jo 8 orë, po me pas fletën një mot. Fuqien që ta kthena përmenjë Allah. Njerë që përmenin Allahun Azza wa Jall janë më të fuqishëm, trupat e tyre më aktiv në jetën e tyre, janë ata të cilët i kanë shëru shpirta dhe zemrat e tyre. Para të Ibn Taymija ju ktheke Ibn Qayyimit dhe thonte: "Mos dhash Zoti dikush me më privu nga ka fjallti im, se tha mu e më shlon takati im." Para të lejët të ndërshëm, kush ka dëshirë që Allahu Azza wa Jall që shlon ati rizkun, kush ka dëshirë që ta përmen Allahun Azza wa Jall me fjalë më të përzgjedhat Allahut Azza wa Jall, më të dashat Allahut Azza wa Jall, ne do t'i cekmi në besën e hitbës së ditë, cilët janë fjalët më të mira që kena mundësi mi përsërit gjatë këtyre ditë, dhe t'i shohmi disa prej nga miqdet e shumta që na kanë ardhur nga gjuha pejgamberit Allahut. Janë të lehta vëllezër të ndershëm këto fjalë në gjuhë, janë të rënda në peshorën Allahut, janë të çmuara të dashura.
tek Allahu Azza wa Jall, vetëm nuk I humb këto, vetëm ai I cili tregohet për ta ndaj Zotit vet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Vëllezër të ndershëm, siç kanë thënë hadithet të vërtet, se fjalët më të përzgjedhura, më të dashura të Allahut Azza wa Jall janë 4 fjalë apo 5 fjalë, siç ka ardhur me një transmetim. Merë këtë margarit nga gjuha pejgamberit Allahut. Fjalë më të dashura të Allahut Azza wa Jall pra nën kupton, siç ka thënë Imam Nevaviu, jashtë Kur'ani Kerimit. Fjalë të kanë ardhur me një hadith se janë gjithashtu këto fjalë nga Kur'ani Kerim, që nën kupton se kjo fjalë gjindjen dhe në Kur'ani Kerim. Cilat janë këto fjalë, thot pejgamberi Allahut, dhe 4 fjalë I ka përzgjedhur Allahu Azza wa Jall për veten e tij dhe I pëlqejnë më së shumti. Këto 4 fjalë janë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dhe me një transmetim ka ardhe e 5 fjala la hawla wala quwwata illa billah. Nuk I thot këtë fjalë një njeri I cili është I dobët në rrezikun e tij, vetëm Allahu Azza wa Jall ja shton rrezikun atij. Nuk e thot një njeri që është I zhitur në mëkate, vetëm Allahu Azza wa Jall e pastron nga mëkatet e tij. Për çdo fjalë ka thënë pejgamberi Allahut, Allahu I shlien nga 20 gjunahe dhe Allahu Azza wa Jall ja shruan nga 20 sevape për vetë se fjalës elhamdulillah. Thot pejgamberi Allahut se Allahu ja shlien 30 mëkate dhe ja shton 30 sevape. Me pas kohën e vëllezër të ndershëm, ju kisha tregu pse fjala elhamdulillah dallon nga këtë fjalë dhe ka peshën më të rëndë dhe më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Po si do qoftë në gjën e vëllezër, erni një endacak një bedoi te pejgamberi Allahu dhe I tha, ja Rasulullah, ma I mëson disa fjalë që janë të mira, të pëlqyeshme, të dashura te Allahu. Pejgamberi Allahu te bër përdore këtë njeri dhe I tha, thuaj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dhe shkoi ki bedawi, u largua ki fshatar. Pasi që u largua, u meditoi ki njeri dhe tha subhanallah, është për Allah. Elhamdulillah, falendrim ai Allah. La ilaha illallah, gjithashtu është pohim për Allah. Allahu akbar, është për Allah, tha për mu, çka ka u kthi tek pejgamberi Allah. Kur u kthi pejgamberi Allah, tha u kthi mendoj ki njeriu I dëshpëruar dhe po vjen. Vëllezër të ndershëm, dëgjoni me vëmendje. Tha ja Rasulullah, këto fjalë që mi mësove janë për Zotin tem. A ka diçka që mëson dhe për mu? A ka diçka që mëson dhe për mu? Tha pejgamberi Allahut, po. Tha njeri robi kur thoya subhanallah, Allahu Azza wa Jall tha të vërtetën e ka thonë robi im. Ko thoi elhamdulillah, thot të vërtetën e ka thonë. Ko thoi la ilaha illallah, thot të vërtetë. Ko thoi Allahu akbar, të vërtetën. Tha pastaj, tha e mor pejgamberi Allahut, ja numëroi me një transmetim 3 apo 4, me një transmetim 5 gjona për veten e tij, që nën kupton se nëse I thot këto I paraprim një sendit, Allahut I pranon atë që I lutet pas kiti shqiptoj shto 4 fjalë. Tha thuja Allahumma ighfirli, o Zot më fal mua. 1. Allahumma irhamni, o Zot më mëshiro mua. 2. Allahumma rzuqni, o Zot më furnizo mua. Nuk I ka thonë këto fjalë dikush dhe ju ka lutë Allahut, vetëm Allahu e ka falat, e ka mëshiruat dhe e ka furnizuat me një transmetim wafini dhe më shëro mua, vetëm Allahu e ka shëru, me një transmetim wahdini dhe më udhëzo mua. Dhe shkoj ki njeri numëron të me gishta, tha pejgamberi Allahut, shkoj ki njeri mbushur me të mira nga ana Allahut Azza wa Jall. Leo të ndëshëm këtë fjalë me ditë peshën e tyre, kiro janë ata që e zavendësojnë Kur'ani Kerimin. Transmeton Ibn Abi Aufa, I cili tha u përpiqja që të zonë diçka, të memorizoj diçka nga Kur'ani Kerimi, që të bëj namaz me gjithata s'mujta me mësuan as një ajet, as një sure të Kur'ani Kerim. Dhe shkohat e pejgamberi Allahut, ju ankoha, thash ja Rasulullah, se në po mësoj as gjo prej Kur'ani Kerimit.
tha mëso diçka që të falem une me ta. Tha pejgamberi Allahut tha thuaj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Falesh me këto fjalë deri ta mësojsh elhamin. Pra këto fjalë janë të çmuara deri sa e zaventësojnë Fatihan, e zaventësojnë Kur'ani Kerimin, janë të çmuara të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Ku tha pejgamberi Allahu si transmeton Enes ibn Malik, ku tha pejgamberi Allahu te moni gjethet që e moni dek që gjethet ju kishin tha edhe shkuni fort pejgamberi Allahu derisa nuk ngeli asnjë gjethet në këtë dek. Tha pejgamberi Allahut me thonë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tha kështu i shkunin gjunat dhe transmeton Imam Bukhariu, ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takoi Ibrahimin alayhis salam në qiellin e 7 dhe i dha selam Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe i tha bani selam ummetit tan o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njoftoj ato për tokën e xhennetit dhe ujin e xhennetit. Çfarë ishte toka e xhennetit që tha Ibrahimi alayhis salam? Tha toka e xhennetit, tokë e mirë pjellore. Oji është i këndshëm për ata, tha, dhe në ta ka mundësi me mbjellën. Let mjellin ato sa të mundin pem në kopshtat e tyre. Let i zbukurojnë kopshtat e tyre. Bani selam atyre se fjala subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, për çdo fjalë jam mbjell atin dhe ka një pem. Apo me një transmetim ka një palm, zbukuroj kopshtin ton xhenetin Allah. Dhe transmeton Xhabir ibn Abdillah i cili thonte, nëse kaloni pranë kopshtet e xhennetit, pushonin ta, tha Rasulullah, cilat janë kopshtet e xhennetit? Kopshtet e xhennetit janë këto kopshte vëllezër të ndershëm që ne po flasmi ju po ndëgjoni. Kopshtet e xhennetit janë ku përmendet Allahu pastaj në këtë transmetim, siç e ka transmetuar Ibn Abi Dunya dhe Imam Tabarani thot, pejgamberi Allahut kur shkon dëshirë me ditë pozitën e vet që e ka te Allahu. A keni dëshirë me ditë çfarë pozite ke te Allahu Azza wa Jall? Pozitën e tek Allahu e ke, aq Allahu se ka pozitën e tij te zemra jote. Ato që e dojnë Allahun Azza wa Jall e përmendin. Ato që e dojnë dikan e shpeshtojnë për përmendjen e tyre. A ki po ato dashamirë simpatizuesit e futbollit nalën të bisedu për futboll. Ato qenë zanatin e vetë, gjdo kush ka ne do e përmen ata. Ai që e do zotin e vetë e përmen atë dhe mere për sfundit kësaj hidbe margaritën më të shtrejt, se ne jeni shqiptar dhe kemi dëshirë me fitu shumë me pak. Për ata që mundën në islam dhe vetëm në islam kena mundësi me pak me fitu shumë, transmeton Imam Nesaiu me një hadith që e ka nxjerr Abdullah ibn Mesudi, ndëgjone çfarë ka ndodhur në shtëpinë e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut e fal sabaj, namazin e sabajt, shkon në shtëpi e shef bashkëshortën e tij Juwairia. Juwairia po i kishte fal namazin e sabahut dhe qëndronte në vendin e faljes së saj deri të lindë diell. Kështu e pritën ato që ta fitojnë sevapin e haxhit dhe umrës. Ndërse ne falmi sabaj në ngelin vetë 5 minuta me lindillin a hajt, dalmi pej xhamis e ubin shpërblimin e një haxhit dhe një umrës. Këta nuk ka mundësi ta meriton vetëm ai që e din fen Allah. Para da Juwairia të ndronte në vendin e saj, pejgamberi Allahu dul në punët e tij dhe i transmetohet para dreke. Kur vjen para dreke e shef Juwairien çat vend. Dhe i thot ja Juwairie, prej në mëngjes jenë që këtë vend, tha po ja Rasulullah, çka bone ja Juwairie? Tha e përmen Allahun Azza wa Jall. Tha ndëgjo oj Juwairie, tha sot unë i kam thonë vetëm 4 fjalë me u pas krahasuar dhe me u pas krahasu pesha 4 fjalëve që i kam thonë 3 herë unë. A fjalë të cilët i kam përsërit 3 herë, këto 4 fjalë, me ata që e ke bo prej mëngjes deri para ditës, fjalët e mia kanë ndarin e Allahut peshojnë shumë ma shumë se atë që e ke bo. Pra nena kena punëtorë që cilët s'kanë kohë me qëndru normal.
A ke dëshirë ti me fitu si që fetoj pejgamberi Allah? Ke transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ke thonë ja Rasulullah e pyet Xhuvejr. Thanë mëngjesun e kam thonë kështu. Me një transmetim thot subhanallahu wa bihamd. Ke transmetim që e përbeni Leo të ndërshëm që transmeton Abdullah Mesudi thash unë 3 herë kështu i thash 4 fjalë. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalq. Po i tham këto fjalë sa është numri i krijesave të Allahut. Sa është numri i krijesave të Allahut. Sa Allahu ka kriju, a ka mundësi dikush mi numëru. Pra pejgamberi Allahu çka thonë? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalqih. Po tham, o Zoti i madh, po të madhëroj ti me këto falënderime dhe madhërime sa krijesa ti ke kriju. A kanë mundësi të më numëru? Adada khalqih, wa rida nafsi. Dhe po i përsëriti këto fjalë sa është e madhe kënaqësia jote. Sa është e madhe kënaqësia Allahut? Allahu azza wa jalla ka shpalos kënaqësinë e tij kur i ka thonë banorë xhennetit se unë jam i kënaqur me juve për gjithmonë pa mbarim kur nuk i dhurona. Pra kënaqësia Allahut është e përhershme. Sigur me thonë o Zoti i madh unë po të madhroj për arshëm ti. Wazinet e arshi dhe unë po t'i tham këtë fjalë sa peshon arshi jot. Sa peshon arshi Allahut? Pejgamberi Allahut i transmeton i transmeton Xhabiri, thot Bukaliju juve ju të njoftoj se sa është i madh vetëm një melek nga 8 meleka që e barshin arshin e Allahut në ditën e Kiametit. Ju më ka shpalos të njoftoj prej tulit dëveshit të ti deri të supet nevojitet 700 vetë ti mi pas imër me hecë me mërin në supet e këti me lëktjes që e ban arshin Allahut. Ama një melek s'kan mundësi me lëviz arshin Allahut, duan 8 melek të tillë të fortë, të fuqishëm, të mëdhej me bajs arshin Allahut. Nga se e dini Leo të ndërthëm sa është i madh arshi Allahut. Dhe jo në këtë hadith që thot pejgamberi Allahut, kursia pran qiejve dhe tokës është sikur shkretina pran një unoze. Pra shkretina e madhe, qiej dhe toka, gjithë qiej dhe toka, si me eld një unoz shkretin, është pan kursijet Allahut. Ndërsa arshi Allahut, madhësia arshit Allahut me kursijen Allahut, është vëllezër të ndërshëm si shkretina me unoz. Kursia është pran arshit Allahut si një unoz me 100 shkretin, a mund me gjetë dikush. Aso është madhësia e tokës dhe qiellit, ka arë me një transmetim që Sheikh Albani e konsideron këtë transmetim të mirë, që ka pyet pejgamberi Allahut, a dini sa është distanca mes tokës dhe qiellit të parë? Tanë Allahu dhe pejgamberi Allahut e din. Ta 500 vjetë udhëtim. Me çdo qielli 500 vjetë, trashësia e çdo qiellit 500 vjetë. Mbi 7 katë qiellë, Leo të ndërshëm mbi shtresën apo qiellin e 7, 500 vjetë me arrit të kursia Allahut. Mbi kursin Allahut prej të kursia të uji 500 vjetë arshi Allahut është mbi uj. Allahu azza wa jall ka kriju krijet e madha para ta kur apo thosh Allahu azza wa jall wazinet e arshi o Zoti i madh unë falënderoj ti sa është peshja apo zbukurimi arshit tan o midad e kelimati dhe këto ti piti baj sa ka nevojë ngjir për të shkruajtur fjalët e Allahut. Sa nevojë të ngjir për të shkruajtur të këtë fjalët e Allahut. Në Kur'anin e Kerimin e kena të përzgjedhur fjalët e Allahut, të përzgjedhur që Allahu na i ka zrip neve të cilët na nevojitën. Ama fjalët e Allahut azza wa jall ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, sikur këto oqeanët mbi shndrun ngjir, mbaron ngjira, mbarojnë oqeanët dhe nuk përfundojnë fjalët e Allahut edhe me ardh me oqeanët të ngjajshëm me gjithata nuk mjaftojnë për të shkruajtur fjalët e Allahut. Me një ajet ka thonë Allahu azza wa jall, gjithë drojt me shndrun në lapsa do të përfundojnë dhe s'ka mundësi të përfundojnë fjalët e Allahut azza wa jall. Pra Allahu azza wa jall ka shumë fjalë, sa ne madhojmë Allahun, thot sa ka nevojë për bojë, sa ka nevojë për ngjyrë, për të shkruajtur fjalët e Allahut azza wa jall. Pra bane këtë dhikr të përshton e këtë ditë dhe shahadetu la ilaha illallah, nga se fjala më e mira fjala la
ilaha illallah. Në veçanti këto ditë nga se besatimi apo ditën e Arafatit në tokat e Arafatit, ja kemi dhënë besatimin Allahut se ti vetëm je që meriton adhurimin. Kja sekreti pëse Agjiler dalin këtë vend, ndërsa neve ditën e Arafatit le të ndërshëm që kitë vjeti vend dita e marë, ka thonë pejgamberi Allahut agjerimi ditës e Arafatit jo për Agjilet, ato që s'jen haqe ka shpërblimin, le të ndërshëm që t'i shlien gabimet gjunaat e di viteve. Na kështu e fitojmë xhenetin duke u pastru, nga se Allahu na ka tregu se xheneti është i pastër dhe nuk i pranon vetëm të pastërit. Për këtë arsye tha motra e Bilalin ditën e Kiametit, a dini kush janë më të dëshpëruarit? A dini kush janë më të dëshpëruarit? Thot pejgamberi Allahut me një mexhlis që rrin musliman dhe nuk e përmendin Allahun, ditën e Kiametit ky mexhlis shndrohet në dëshpërim. Motra e Bilalit e komentoi, e sqaroi këtë hadith pejgamberi Allahut si dëshpërohet. Tha ku çpalosën se vapët e gjithë veprat, e shohin se përmendja Allahut ja të i kalon këtë veprave dhe ato i kafshojnë gishtat ato ditë dhe thojnë ah mjerit na. Rishmin kafe në kafi që nuk e përmenshmi Allahun, aso ibadet i let pas ka qenën edhe jo i lodhshëm me gjitha ta ne u banëm koprat, pra thonë të pejgamberi Allahut dhe me këtë me përvëndojnë thonë të kush ka frikë që të ballafaqohet me armikun e tij, dhe kush ka koprat që të nxjerr pasurinë e tij të jap sadaka, dhe kush është mërzilafç, pritaf që të ban namaz note, le ta shpeshton fjalën subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, apo le ta përmend Allahun azza wa jalla vazhdimisht, nga se ai i cili i ban këto dhikr edhe i lutet Zotit vet, çfarë doje le ti lutet, pasi ti thot këtë fjalë, le ta din se Allahu ja pranon duan atij. Ka thonë pejgamberi Allahut në njeriu se ban beb me flet dhe i del gjumi natën, leo të ndërshëm dhe thot ki njeri ku ti dale gjumi la ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, tha çfarë doje le ti lutet Allahut se Allahu azza wa jall janë dëgjon luçën dhe ja pranon kërkesën, nëse ngritet merr avdes dhe ban namaz, namazi ti pranohet se ka bo këtë dhikr të madh që Allahu azza wa jall e përqej dhe don dhurç me Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të na ban gjuhët tona të laugura me përmendjen Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.